LSDM-ja do të vendosë deri në fund të javës për vazhdimin eventual të publikimit të bisedave të përgjuara. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev theksoi se rreth 70 dosje të tjera mbeten ende për të publikuar dhe se deri tani janë shpalosur vetëm 1/3 e tyre. Zaevi tha se nga pakuja e parë e parashikuar për shkak të incidenteve në Kumanov nuk kanë arritur të publikojnë të vërtetën për rastin e Smilkovës dhe për televizionin A1, por paralajmëroi zbardhjen edhe të shumë rasteve të tjera të interesit të veçantë për opinionin. Para fillimit të procesit formuam 102 dosje ose raste. Vetëm 33 janë publikuar. Pse 33? Sepse deshëm të përfshinim të gjitha sferat nga përditshmëria e qytetarëve dhe qëllimi ishte të publikonim 35 deri tek protestat. Këtu është rasti i Smilkovës dhe televizioni A1. Njërin e humbëm sepse i ndaluam të gjitha aktivitetet tona gjatë ditëve kritike në Kumanov, ndërsa për të dytën, Kumanova ndikoi që rasti i Smilkovës të shtyhej për një periudhë tjetër. Por unë kam premtuar të vërtetën para qytetarëve dhe ato do ta publikoj të plot. Besoj se qytetarët duan të dinë se çfarë ndodhi me detajet e projektit Shkupi 2014, me procesin spionazhi, detonatori dhe procese të tjera të rëndësishme. Zaevi komentoi edhe bisedime në Strasburg duke u shprehur optimist për shkak të angazhimit serioz të funksionarëve më të lartë të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian në mënyrë konstruktive në përputhje me trajtimin miqësor ndaj Maqedonisë është i përkushtuar maksimalisht në udhëheqjen e bisedimeve, sepse përveç 3 eurodeputetëve, në bisedime janë kyçur edhe komisioneri Han bashkë me ekipin e tij. Ata i din të gjitha detajet për Maqedoninë, që do të thotë se fillimin e bisedimeve e bazuan në parime dhe shpresoj se këto bisedime do të kanalizohen në segmente konkrete negociatash nëse plotësohen kushtet për trajtim korrekt dhe pozicionim të barabartë. U morën vesh që edhe partitë shqiptare të përfshihen në bisedime. Ata tashmë janë të pranishëm në bisedimet në klubin e deputetëve, kështu që në një moment konkret do të përfshihen në tërësi. Zaevi theksoi se komuniteti ndërkombëtar do të përfshihet edhe në bisedimet që po zhvillohen në Shkup mes 4 liderëve politik në mbikëqyrjen e ambasadorëve të SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Sipas Zaevit pritet të mbërrijë një ndërmjetësues evropian që do të jetë edhe garantues i marrëveshjes eventuale për shkak të përvojës së hidhur të opozitës me mos respektimin e marrëveshjeve të arritura në të kaluarën.